pa mor para aspekt historik, ka me dëshira pa dëshirë, ata që e ka pranuar me dhunë, na po pranojmë me dëshirë. Edhe pse kemi Noel Malkumin që e thotë të kundërtën se është pranuar Islami me dëshirë. E dyta, këto përjashtime që një kolegi im e ka bënë një punim për mbulesën dhe sa janë përjashtuar nuk kanë raste marginalizuara. Në çdo komunë ki 5, 6, 7, 10, domethënë është bë fenomen. E treta, rezultati i tyre është se njerëzit të cilët i kanë udhëhequr ato drejtori, ato shkolla, as për ministrisë nuk e kanë pas të drejtën me marr edhe mu bë fakturë me përjashtuar me janë mbyll derën një vajzës me mbulesë. Dhe pa keq kuptim tash, do të keni respektoj kom koleg, por kur jemi të institucioni i PSHV-s në këtë rast, me të gjithë respektin, prapi kisha bëu thirrje edhe një herë do Gjergjit që na gjatë pushimeve verore, kur vjen diaspora, asnjëherë nuk ngritet zëri që në përsheshet të gjitha komunave vijnë këngëtarë 70% të zhveshura, aty janë fëmijë të vegjël, e shiqojnë muzikën e dëgjojnë. Domethënë edhe muftiu Tërnava, edhe do Gjergji, këtu duhet me ngritë zërin. Momenti kur lënda fetare është në shkolla, ata fëmijë kanë me kuptuar realitetin, që ai nuk është e duhur, nuk është ai ti me gëzu diasporën shqiptare e mi ofru muzikant aty të zhveshur se këto nuk ta lënë asnjë shoqëri. Çështja e tretë thash, njerëzit e cilët i kanë marrë këtu vendime, siç e kemi rastin e ish-ministrit të Arsimit, që ka studiuar në Vjenë dhe vendi ku ai ka kryer notat, ka pos plot vajza me mbulesë. Edhe ai krenohet që ka qenë kundër mbulesë. Ende domethënë nuk ka kërku falje. Pra, ata të cilët i kanë marrë këtu vendime kanë qenë njerëz që as nuk shkojnë në xhami, as nuk shkojnë kish. Prandaj unë do ta kisha bëu këtë pikpyetje, a duhet ai me qenë ministri i Arsimit, ku nuk i den as gjërat elementare. Zgjedhje personale ndoshta e tij. Zgjedhje personale janë shtëpi, po jo me bëj çka dush me fëmijën tim në shkollë. Jo, as pak. Atë këta i kanë bëu, as nuk janë denu, as nuk ka shku në mbajtje, as nuk kanë marrë dënim nga shteti, as kërkon. Në vendet e zhvilluara me janë mbyll derën e Arsimit, domethënë ti je bu, domethënë si me kon gjykat, domethënë instanca më e lartë. Që unë mendoj drejtori do të më pyet ministrin, ministria me diskutu, këtu sa ne kanë ndodhur në Kosovë, ka qellu prindi, i pa edukuar, i ngrati me nxerdinaren, s'ka mujtaj me vrapu për me mbrojtë të drejtat të vajzës së saj. Kështu që unë mendoj që pa u fut në detaje, ne sot kemi në Kosovë 950 xhami dhe mbas leximit që tash jemi në përfundim të librit, kemi 270 kisha. Nëse morën proporcionalisht, domethënë po themi nëse janë 10% katolik, 270 kisha, mendoj që janë më së të mjaftueshme, sikur që janë 950 xhami, më së të mjaftueshme, po prap, kur dalim në mbrëmje dhe i shohim fëmijët, ose po shkojnë në për shkolla, kemi tash njërin përgjegjës nga ministria, do t'i shohim që në për shkolla tona barten thika, në për shkolla tona shitet domethënë narkotiket, në për shkolla tona ka përdhunime. Pse nuk po mund me ndalu 28 vite?